Hajde unë kokrakoj keqi. Në këtë prit, kundër Ilir Selimajt u vra dhe halla ti Feridja, ndërsa bashkëshorti i saj Dema, fëmijë drita 14 vjeç dhe kushtrimi 3 vjeç u plagosën. Hajde unë kokrakoj keqi. Ekrem Regja, i njohur si komandant Drini, ishte vrarë mëngjesin e 8 majit të vitit 2000, para shtëpisë së tij. Ai ishte nisur për punë, kur vëren se goma e parë është e shfryrë. Në atë moment, prapa shpines qëllohet me breshëri automatiku. Hajde unë kokrakoj keqi. Sebahatët Tolaj dhe Isuf Haklaj, oficer hetuz policor në policinë e Kosovës, u vranë në një atentat në fshatin Raushiq të Pejes me datën 24 nëntor 2003. Sebahatja ishte pjesëtare e UÇK-s në Koshare, ashtu sikurse edhe Isufi. Hajde unë kokrakoj keqi. Dyshohet se ata u vranë për shkak se po hetonin disa vrasje të motivuara politikisht.